Kam një të afërmën time femër të cilët i shfaqen në trup forma të ndryshme vizatimesh. A do thotë kjo se ka magji të zezë? Mund të jetë në smundje. Ka smundje lëkure të caktuara që i krujtje me bën njeriu i kthehen në lloj alergjie që duket sikur është piktura apo sikur është vizatim. Siç ishte rasti atij fëmis në Dagestan atëherë e mani mend, fëmia mrekullie i shfaqet Kur'anin. Tropa i kishte pas një lloj alergjie në lëkurë. Ata i shkruajnë ajete Kur'ani, ata ajetet bëshin putra të vogla dhe i shfaqet Kur'ani. Erdhi në botë profeti, thoshin mediat atëherë kështu me radhë. E kur e kundërshtuam ne, u çun, çfarë thot ky, si mohon ky Kur'anin, na myt mbudallet çish në atë kohë. Presupozohet të jenë paksu, po s'ka gjasa. Kështu që se shfaqet diçka kështu nuk do thot patjetër magji. Mund të jetë alergji, mund të jetë smundje, duhet më vizitu. Nëse vizitohet dhe thonë ato ti nuk ke as alergji, as lloj problemi, po ke i gjë që ne si mjeksi dhe si shkencë nuk ta komentojmë dot, atëherë bjerë ke Hoxh Muhamedi këtu, ke rukjet, ta kënon Muhamedi, ta bjerë në Terezi, inshallah, ta bën qiqër, inshallah, me shpresë Zotit.